Përshëndetje miq të dashur. Tema e sotës është për Basen Rifat dhe darsmen e Ramush Haradinit. Për bëj këtë video me thonë me keqardhje, sepse i pash gjitha ato komente që ishin shkrujt për Basen Rifat, për darsmen e Ramush Haradinit, për besu në u befasova, edhe nuk pajtohem asesi me këto SMS-a degraduse. Sepse miq të dashur, na mundu me kritiku, mundu me analizu, mundu me bo çmos, por nuk kem drejt me ofendu kërkon. Nuk kem drejt me aqit gishtin dikujna. Nuk kem drejt me shkru kësi farë lloj marrinash. Sepse aty ku përmenet emri i familjes e Ashari, do të mu përkull. E pas ka shkruar kjo farë zoja qyshe pa temë Hona Lumi. Nuk përdu me lezu mi se këne lezu dhe jesë përdu me bobajat, se ko ka shumë SMS i pahjeshëm. Pse ka shkru, qka ka mundu ato ne nuk e dim, por është keq me të vërtet është për keqardhje. Pa marrë parasysh kush është me VV, a me AK, a me LDK, a me PDK. Kjo nuk ka kur farë rëndësie, miq të dashur. Nuk bën me ardhë më përqa deri në këtë gjendje. Njeri ka pas darsëm, është darsma e djallit herojit. Me muqu dikush, edhe me shkru, edhe me fëndu kështu, është kogja ofendim, për thonë një farë lloj mënyre, sepse nuk është mirë, nuk bën. Pa marrë parasysh për kon. Do me thonë, kush është më falni, pa marrë parasysh kush është këtë që ka shkru. Sikur me kon nonda jam, sikur me kon motra jam, sikur me kon gruaja jam, nuk e pranoj, nuk është e pranueshme. Politika është politika. Lufta është luftë. Hero është hero. Mos i përzim send, miq të dashur. Ne kem drejt me analizu, me kritiku vetëm politikanët, prej mas lufte e knena, e jo gjatë luftës. Gjatë luftës, se cilët luftar, se cilët heroj, se cilët kush ka marrë pjesë në luftë, do të me përkull, miq të dashur. E jo mi shohë me ofendu. Por në politik, tani është diçka tjetër. Po edhe në politik, nuk ka nevoj me shonë, nuk ka nevoj me ofendu. Me kritiku po maksimum, kritika është e shnetshme. Kritika është e shnetshme për demokraci, është e shnetshme për vend. Po sot mucu dikush me ofendu Basen Rifat Ashari, kjo është merr i botës veç. Pse e ka ofendu? Sepse pas ka shku Basen Rif të Ramushi. Ani qka? Ka bo që ka bo në politikë Ramushi, a i ka darsën. Për marton djalin e herojit. Nuk bënë është këmë që ofendime. Për në politikë, kritikoni sot doni, po jo ofendime prapë. Nuk ka nevoj me ofendu për miq të dashur. Nuk ka nevoj. Jemi shqiptarë. Qka po arrim na me atë ofendim? Hajtë të regoni, qka po arrim na me atë ofendim nëse e ofendojmë sot dikon? Mësë bëmë na sikur ata gazetarët e tonë. Mësë të thomë në jamën, mësë të degradoj videon. Që s'lonë sam nuk lonë zezë pa thonë. Na nuk guzina me rëmat nivel ty në miq të dashur. Ofendimet nuk na shkojnë për shtatin e ve. Ne mundëm me kritiku, prapë po thëmë, mundëm me analizu, mundëm për çdo sen, mundëm i thonë me gisht, për çdo sen, prej mas lufte e knena, jo para lufte miq të dashur. Sepse kanë luftu. Kena luftu. Kosova ndërtu. As këta nuk bën me fol keq për neve, as na për
Sepse nuk na ka hije, mbi të gjitha jemi shqiptarë. Mbi të gjitha jemi shqiptarë. Kur ne nuk e rrujmë njëri tjetrin, kush më na ruaj, miq të dashur? Pra po them, kritika nuk përzihet me luftë. Lufta është e shajt. Lufta është e shajt, miq të dashur. Kështu që unë kam vetëm një kritik që e kanë përzi, ja kanë gjuhë krejt këtë ngjarje çka ka ndodhur Albin Kurtit. Çka ka të bëjë këtu, miq të dashur, Albin Kurti? Po flasim kështu me letra hap. Çka ka të bëjë këtu lëviza vetë vendosje, miq të dashur? Pse ka dalë dikush edhe ka fol pas ka shku për Basen Rifat, edhe ka dalë fotografi me Albin Kurti. Mos e pasin bo montazh, nuk e di, se di, po foli. Vesh ka kjo zoja, ka me Albin Kurtin, e pas ka qitë gazetat në gjojën fotografi, por nuk e di është e vërtet. Po që është e pelom që është e vërtet. Qka ka të bëj kjo me to? Ne edhjem shumë mirë, miq dashur, që të na thojnë, fjallë popullore, kjo fjallë me ven është, se cila shtëpi ka një budall. Unë fali, se cila shtëpi e ka një problem. Kështu ma mirë me thonë, ma kjarë. Tash, miq të dashur, se del dikush për lëvizjes vetë vendosje, si votus, për se bazojmë se kjo s'mund me kontrësan, nëse është me lëvizje vetë vendosje, mund me kone votus në adhurus. Po, Albin Kurti nuk i thotë sajnë që me thonë, që me shkruti. Këto ka thonë kjo vetë. Atëre pse për janë bëjnë shtetë në Albin Kurtit. Kjo është turp, kjo s'banë. Mu vjen keq shumë për to që pas ka ndodhë. Unë për këtu sanë prapë për kulna. Si për Basen Rifat, si për Ramushin, me darësim që i kam pas aty, unë për kulna është djalli herojit. Për politik, tani flasim është të tjera tema. Amo, miq të dashur, unë e bëj edhe njëre thirrje prej Oslos, që amoni kohë t'i lojmë këto ofendime, se nuk na shkojnë për shtatin, nuk na qenë për para, t'i lojmë këto përqarje, kritikojmë aty ku duhet, t'i atakojmë politikisht aty ku duhet, që t'ju jep moment, t'ja fqelëm sytë ma shumë, sepse na jemi sikur ata dy vetë ku luajnë shah. Ma shumë shohin ata që janë jashtë, se ata që janë në fushë. Për këtë arsye po them, na shohim që jemi në Evropë, jo që jena ma të veqëm, se ata që jenë në Kosovë. Por në Kosovë shumica ma familjare, ku i shije, jo doja, një pesane, i mbrojnë këtu sana la. Na jo, unë për vete jo. Unë djallin tem me pas parlament, kur s'ponon mirë, të thëmë, ecë se si e për to. Për këtë arsye, po thëmë i që dashë, na shohëm ma shumë. E për këta, unë je lusë, miq të dashur, anë e mbanë shqiptarisë, që t'i lëmë këto përqarje se nuk na vijnë neve. Se me këto përqarje, a dikush naqet, a diku ne ja bojna zemrën mal, vetëm Serbisë. E ne nuk kem nevojë si shqiptar me aknat zemrën Serbisë për kur gjë, për asgjë hiç. Kështu që miq të dashur, kjo është video për sot. Zoti ju rujt aty ku jeni. Edhe një herë miq të dashur, lavdi dëshmorëve Basen Rifat, trujti madh i Zot me gjithë familje. Ju përshëndes gjithëve.